ovulacioni është një ndodhi e cila fillin e ka në ditën e parë të ciklit kur fillon të zhvillohen disa folikula dhe prej këtyre disa folikuleve 7-8 më shumë ose më pak, vetëm njëri prej tyre vazhdon edhe rritet dhe afërsisht në gjysmën e muajit, gjysmën e ciklit e liron qerizën vezë. Ky proces quhet ovulacion. Dhe kjo qeriza vezë e cila lirohet, ajo pret një 24 orë që të takohet me qerizën mashkullore. Nëse brenda këtyre 24 orëve nuk ndodh bashkimi me qerizën mashkullore, që është fillimi i shtatzanisë, atëherë do të vi menstruacionet e ardhshme. Nëse bashkohen, atëherë ka filluar një shtatzani dhe shenjat e para të një shtatzanie mund të vren edhe më herët, mirë po dyshimi i parë që një grua shtatzon është kur të vazhdojnë menstruacionet. Tash a jep shenja procesi ovulacionit, po jep shenja. Janë ndryshimet edhe emocionale, janë ndryshimet e sekrecioneve vaginale, disa gra mund të kenë edhe një ndjesi therrje në fund të barkut, që është momenti kur lirohet qeriza vezë, jo të gjitha e kanë. Mirë po, jo domosdoshmërisht ovulacioni jep sinjale të 100% që tregon se tek ajo grua ndodhi ovulacion.